marrë një letër nga shkolla që çupa frekuenton këtë shkollë. Është marrë mendimi që vajza ka fituar bursën. Po prit për lekë s'ka, prit për lekë s'ka. Për një moment, nëna e vajzës dyshon se ky problem është shkaktuar nga një ngatërres në dokumentacionin e bursës që lidhet me emrin e shkollës. Për vitin 2023, për 2024 jo për fajin tim. E kishin çorte një shkollë tjetër që çupa ime nuk kishte qenë fare tek ajo shkollë. Si shihet në këto dokument, në bazë të vendimit numër 135, datë 21/12/2023 të Këshillit Bashkiak Fier për miratimin e bursave të shtetit për nxënësit që ndjekin programet mësimore pranë shkollave të mesme e profesionale, Rakip Kryeziu dhe Petro Sota në Tiranë, përfituese është edhe vajza 17 vjeçare e zonjës. Përndërsa në vendim janë cituar këto dy shkolla, vajza studionte në gjimnazin Besnik Sykja. Nga ky gabim, nisi më pas një përcjellje dermoder sa në Bashkinë e Fierit e sa në institucionet arsimore, që vazhdoi për disa muaj, derisa familjarët e vajzës të lodhur hoqën dorë, pa i marrë paratë e bursës, madje pa e ditur ende sot se ku kanë përfunduar. Sidoqoftë, për vitin e ri shkollor 2024-2025, edhe një herë, zonja vendosi të plotësoj dokumentacionin e nevojshëm, me shpresën se vajza do të bëhej përfituese e një burse aq të nevojshme për të. Para dokumentat pra për vitin e 2024 për 2025 u mor vendimi prapë. Që e fitojmë për punë prindi valid. Bursa u përfitua me vendimin e Këshillit Bashkiak Fier numër 141, datë 23/12/2024, e cila rezulton e treta sipas kërkesave të paraqitur në Bashkinë Fier nga personat e interesuar, e firmosur nga vetë kryetari Armando Subashi. E po më në fund bursa do të merrej, apo jo? Jo po i katije, jo po i këtu, jo po ndale se do veshte shkolla, jam interesuar te shkolla drejtore, më thamë ne nuk japim lekë, ne japim sim ta. Kurse ne nuk na ka ardhur gjë tha. Për të dytin vit radhazi, sorollatjet sa në Tiranë dhe Fier vazhduan pa marrë asnjë përgjigje. Ndoshta për t'u shmangur përgjegjësive, zonjës i kërkohet të bëjë ankesa drejtuar titullarëve të institucioneve. Kam bërë 2 ankesa. Bëra ankesën e parë te Bashkia e Fierit, nuk më ktheu përgjigje. Bëra ankesën e dytë te prefektura, nuk ktheu përgjigje. Çupa do ta marrësh bursën atje ku është. Por ai ne pasaportizimin e kemi në Fier. Për këtë vit prapë e njëjta gjë. Jeni vetëm me letra, shko këtu, shko atje dhe asnjë gjë. Por vendimi është marrë vajzës time. Gati 2 vjet, brit lart e poshtë. Pasi nuk merr asnjë përgjigje, pavarësisht premtimeve, nëna e vajzës vendos t'i drejtohet zyrës së informacionit për më shumë të dhëna për çështjen e saj.